Fshati Obod vjen të paraqes situatë problematike si pasojë e rreshjeve të ditëve të fundit. Rruga e fshatit mbetet e pakalueshme për mjetet e vogla, ndërsa banesat në brendësi të tij nuk kanë prezencë uji, ndërkohë që po kryhet transporti banorëve, ushqime për njerëzit dhe çdo nevojë tjetër, sipas kërkesave të Bashkisë Shkodër. Situata në këtë zonë po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme nga strukturat përgjegjëse. Në pjesën tjetër të territorit të Bashkisë Shkodër, situata paraqitet përgjithsisht e qëndrueshme dhe nën kontroll. Në njësinë administrative Velipoj janë evidentuar rreth 250 hektar tokë bujqësore dhe kullota nën ujë, nuk raportohen dëme në blegturi dhe bletari. Në njësinë administrative Dajç janë evidentuar rreth 100 hektar tokë bujqësore dhe kullota me ujëra sipërfaqësore me tendencë përmirësimi. Veçmas evidentohen 300 hektar kënet Dajç dhe 50 hektar kënet në Pentar, zona natyrore shkarkimi pa ndikim në banesa apo toka të punuara. Në njësinë administrative Ana e Malit janë evidentuar rreth 120 hektar ujëra sipërfaqësore në parcela të pambjella. Në total sipërfaqja e prekur përfshin rreth 470 hektar tokë bujqësore dhe kullota. Lumend, Bun dhe Drin ka njohur rritje të nivelit me rreth 10 deri në 20 cm dhe po monitorohen në mënyrë të vazhdueshme. Strukturat e bashkisë vjojnë monitorimin e pandërprerë të situatës në terren.